Vjen Frençi, gati Frençi në konkurim. Ka ulesh? Po të duash mund mos ulesh? Më vjen mirë. E po qarë artiste vërtet, e po qa qëndrimi bukur, e po qa fustani zgjedhur. Më trego pa kush vendosi që të vishje ti këtë fustan në këtë provë të madhe generale për para juris, por pa publik? Mama ime, së bashku me nusen e Dajës. Qarë thanë ata, si e bën diskutimin? Të veshi fustan të bardhë, fustan të bardhë, këtë ngjyrë, kjo më duket nuk e di, unë jam shumë i keq me ngjyrat. Kjo është ngjyrë zhuzhuni, a bishdollani. Kishte zhë aty brenda, po se ku ishte vendosur? Po? Ky fustan është bler ditën e martë të kësaj jave dhe mua më ka ardhur në Tiranë të premte. Ku është bler, në cilin qytet evropian? Në Vlorë. A në Vlorë? Në vendlindjen time. Në vendlindjen tënde. Edhe ti e i mendimit që kur ka vënë Zoti kompasin e ka vënë pikën në Vlorë? Çfarë këngë të këndosh ti sot? Antete Rovenadilos. Këngë fortë. Ka një dy akute strong që do të kesh mirë këtu brenda. Mirë. Ti ditë më thua sa hapa janë ndër ke mikrofonit? Nuk e di me saktësi, po di që janë shumë të rëndësishme dhe shumë të bukur. Mirë atëre, shijoj. Se bashkë pashirash botës qarë unë vetëm me vetën shtektari ingat bota më josh si magji por dua të kthej nga ti. Shpesh ndjej që malli më mbyll se dua ta kajër të ndope me ty çonat më gjush o shtëpin në pragun e saj të shlo trupin tim. Pashirash botës qarë unë vetëm me vetën shtektari ngrat bota më josh si magji por dua të kthej nga vi. Se shpesh ndjej që malli më mbyll se dua ta kajër të ndope me ty zonat në gjush o shtëpin në pragun e saj të shlo trupin tim. Ande
Kush e ka kënduar këtë këngë? Ravena Dilo. A, ty? Unë. Jo, unë të pyeta në fakt për Dilën. Domethënë ti e di historinë e këngës. Po. Ti e di që kjo ishte këngë e madhe apo jo? Po. Tani ti mbarove konkurimin. Në qoftë se do kishe pas mundësi ta ndroje këngën dhe kishe ndruar, Jo. ty të pëlqeu vetja? Po. Mirë, unë mendoj kjo është një ndjesi shumë e mirë. Në qoftë se nuk na pëlqen neve vetja, nuk na pëlqejnë të tjerët. Mirë, duart rokitje për vajzën, si zakonisht.